Horoskopi ditor, 18 tetor 2025. Dashi, sot, i dashur dashi, mund të ndjesh një shtys të fortë për të zgjeruar kufit e tu, për të dalë përtej rutinës dhe për të përqafuar diçka të re. Mund të jetë një ide, një ndryshim në mënyrën e jetesës apo thjesht një këndvështrim ndryshe mbi jetën. Megjithatë, yjet të kujtojnë të mos harrosh bazat, kujdesin ndaj vetes, shëndetin dhe zakonet e përditshme që ndërtojnë ekuilibrin tënd të brendshëm. Sot je veçanërisht vëzhgues dhe intuitiv. Mund të ndodhë një bisedë e sinqertë që të hap zemrën, ose dikush mund të kërkojë ndihmë, këshill apo thjesht një vesh që dëgjon. Në këto momente, lidhjet njerëzore forcohen dhe ti e kupton sa shumë vlejnë fjalët e mira dhe mirëkuptimi. Më vonë gjatë ditës, mund të ndihesh i shtyrë të rikthesh në mendje çështje të së kaluarës ose mendime që ende të mundojnë. Mos kërko rrugë të shpejta për t'i shmangur ato. Përballu me to me guxim dhe qetësi. Demi, sot, i dashur dem, ndihesh i prirur të kujdesesh për njerëzit që do, dhe kjo të sjellë një ndjenjë të thellë kënaqësie. Ke aftësinë t'i lexosh situatat me saktësi dhe shpesh të vjen përdore informacioni i duhur në momentin e duhur. Bashkëpunimet rrjedhin natyrshëm dhe njerëzit janë më të gatshëm se zakonisht të ndihmojnë apo të pranojnë idetë e tua. Marrëdhëniet e sotme mbajnë energjinë e zhvillimit personal, të japin ndjesinë se po ecën përpara. Ti e kupton se, në fakt, fatin e krijon vetë me qëndrimin tënd pozitiv dhe durimin që të karakterizon. Një bisedë e papritur ose një takim miqësor mund të të ndihmojë të shohësh më qartë një situatë, ose të forcojë lidhjen me dikë që të bën të ndihesh i pranuar dhe pjesë e diçkaje më të madhe. Në pjesën e dytë të ditës, mund të ndjesh një mungesë të përkohshme drejtimi, si të mos jesh plotësisht i sigurt ku po shkon. Mos e lejo këtë ndjesi të ulë energjinë. Përqendrohu te gjërat që mund të kontrollosh sot, tek përpjekjet e vogla që sjellin rend dhe ekuilibër. Nëse e ristrukturon një plan apo një detyrë që të ka mbetur për gjysmë, do e kuptosh se gjithçka është më e thjeshtë se sa dukej. Sot, fati i buzëqesh atyre që e marrin jetën me qetësi, vendosmëri dhe mirësi. Binjakët, sot, i dashur binjak, intuita jote për çështjet praktike dhe financiare është më e fortë se zakonisht. Duket sikur universi po të dërgon sinjale të vogla në kohën e duhur, ndoshta një informacion i vlefshëm, një mundësi pune, ose një këshill që vjen nga një person me përvojë. Energjitë e ditës të ndihmojnë të lidhesh me njerëz ose burime që mund të përparojnë qëllimet e tua profesionale apo shëndetësore. Aftësia jote për të bashkëpunuar dhe për të lidhur me të tjerët është sot çelësi i suksesit. Përmes një bisede apo takimi të rastësishëm, mund të fitosh qartësi mbi një projekt, një synim të madh ose një rrugë të re që ndihmon rritjen tënde personale. Megjithatë, në orët e mbrëmjes mund të ndihesh sikur je mes dy rrugëve, pa ditur cilën të zgjedhësh. Mos e lër shqetësimin të bllokojë, sepse mendja jote ka aftësinë t'i zgjidhë gjithçka me logjikë. Në vend që të mendosh shumë për atë që mund të ndodhë nesër, fokusoju asaj që mund të përmirësosh sot. Nëse përgjegjësitë apo frika për të ardhmen të rëndojnë, shikoji me sy realist, shkruaji dhe përballoji një nga një. Kur i vendos gjërat në perspektivë, ato humbasin peshën që kanë në mendje. Kujtoje, qartësia vjen pas reflektimit, jo pas frikës. Gaforja, sot, e dashur gafore, të vjen më lehtë se zakonisht të gjesh gjuhën e përbashkët me të tjerët. Ndihesh më afër me njerëzit përreth dhe zbulon se keni qëllime e interesa të ngjashme. Energjitë e ditës nxisin ide të reja, krijuese dhe frymëzuese, ndaj mbaj shënim çdo mendim që të lind gjatë ditës, mund të udhëheqë drejt diçkaje të bukur në fushën e artit, edukimit apo dashurisë. Një person i ri ose një informacion që arrin papritur mund të ndriçojë rrugën tënde dhe të japë motivimin që të duhet. Dikush mund të kërkojë këshillën tënde dhe ndihma që i jep të mbush shpirtin me ndjenjën e mirë të përmbushjes. Megjithatë, më vonë gjatë ditës mund të përballesh me një pengesë të vogël, dëshira për siguri dhe rehati mund të përplaset me nevojën për të dalë jashtë zonës tënde të komfortit. Mos bëj diçka që zemra nuk e ndjen, edhe nëse duket si zgjidhje e shpejtë. Sot, intuita jote është aleati yt më i mirë, dëgjoje me kujdes.
Luani, hëna ndodhet sot në sektorin e burimeve të tua, i dashur Luan, duke të kthyer vëmendjen drejt anës praktike të jetës. Mund të ndihesh mirë duke kaluar pak kohë me veten, ose duke ruajtur një sekret të vogël që të bën të buzëqeshësh. Marrëdhëniet me njerëz që të japin ndjesinë e sigurisë apo qetësisë janë të theksuara, ndoshta një bisedë e ngrohtë, një kujtim i këndshëm ose një gjest i vogël mirësie do të bëjë ditën më të lehtë. Gjithashtu, mund të përmirësohet një raport miqësor përmes komunikimit të hapur dhe fjalëve të buta. Shtëpia, familja apo dëshira për të krijuar harmoni në mjedisin tënd janë në qendër të vëmendjes. Kujdeset e vogla ndaj atyre që do kanë sot shumë vlerë. Në orët e mbrëmjes mund të ndihesh pak i shpërqendruar, sikur nuk di nëse duhet të marrësh seriozisht një situatë apo ta lësh pas dore. Mos u nxit, merr frym thellë dhe zgjidh gjithçka me qetësi. Sot, balanca mes zemrës dhe arsyes është çelësi yt për paqe. Virgjëresha, sot, e dashur Virgjëresh, ndodh diçka e veçantë në energjinë tënde. Njerëzit ndihen tërhequr nga qetësia dhe mënyra jote e natyrshme për të dhënë siguri. Është dita e duhur për t'u lidhur me të tjerët, për të ndarë ide apo për të ndërtuar ura të reja bashkëpunimi. Ndërsa komunikon me njerëz të rinj, mund të zbulosh qëllime, aftësi apo dëshira që nuk i kishe vënë re më parë. Mendja jote është e mprejtë dhe plot ide të freskëta. Nuk ke frikë të mendosh ndryshe, dhe kjo hap rrugë për mundësi të reja. Një bisedë, një takim i rastësishëm apo edhe një mesazh i papritur mund të sjellë frymëzim ose bashkëpunim të vlefshëm. Sot është një ditë ku mendimet shndërrohen lehtësisht në veprime konkrete. Megjithatë, në orët e vona mund të ndjesh një ngadalësim të energjisë. Një plan mund të hasë në pengesa të vogla, ose dikush mund të mos ndajë të njëjtin entuziazëm si ti mos u dekurajo. Këto janë vetëm pengesa të përkohshme në një periudhë ku rritja dhe mundësitë janë në anën tënde. Fillo me hapa të vegjël. Dëgjoj intuitën dhe mos harro të vlerësosh çdo përparim që bën. Sot, çdo fjalë që thua ka peshë, prandaj përdore me dashuri dhe mençuri. Peshorja, sot, e dashur peshore, energjia të fton të gjesh ritmin tënd të qetë, as shpejt, as ngadalë, por me elegancë dhe kujdes. Nuk ke nevojë për nxitim, sepse gjithçka që bëhet me durim dhe qetësi, sot ka më shumë gjasa të sjellë rezultatet që dëshiron. Puna, rutina apo angazhimet e përditshme shkojnë më mirë kur nuk ndihesh e shtyr nga presioni. Mund të marrësh një lajm ose një informacion që ndihmon në arritjen e një qëllimi personal apo profesional. Intuita të udhëzon mirë, ndaj dëgjo atë zë të brendshëm që të thot kur të ecësh përpara dhe kur të ndalesh. Sot mund të gjesh frymëzim në gjëra të vogla, një bisedë, një ide apo një reflektim që ndihmon të shohësh më qartë drejtimin që do të marrësh. Me diellin në shenjën tënde, dëshira për pavarësi dhe për të shprehur siç je është e fortë. Megjithatë, pasditja mund të sjellë një ndjesë ngurrimi ose lodhjeje. Ndoshta përgjegjësitë apo detyrimet ndaj të tjerëve të bëjnë të ndalesh dhe të reflektosh. Mos e shih këtë si pengesë, është thjesht një kujtesë për të balancuar kohën që jep për të tjerët me kohën që të duhet për veten. Nëse ndihesh e pasigurt për ndonjë vendim, mos nxit. Jepi vetes pak më shumë hapësirë për të dëgjuar zemrën tënde. Ndonjëherë, heshtja e qetë është përgjigjja më e mençur. Akrepi, sot, i dashur akrep, hëna ndodhet në sektorin tënd shoqëror, duke të ftuar të hapesh më shumë ndaj të tjerëve dhe të vlerësosh fuqinë e bashkëpunimit. Është një ditë që favorizon komunikimin, ndarjen e ideve dhe energjinë pozitive në grup. Mund të zbulosh se frymëzimi vjen pikërisht nga njerëzit rreth teje, një bisedë, një ide e ndarë apo një projekt që të ngjall pasionin për të ecur përpara, në vend që të shtysh me forcë ambicjet e tua. Sot është më e mençur t'i ushqesh ato me durim dhe qëndrueshmëri. Merr kohë për të reflektuar mbi qëllimet e tua më të thella dhe për të parë se cilat prej tyre ndihen vërtet në përputhje me zemrën tënde. Mund të kesh komunikim të këndshëm me dikë që të tërheq emocionalisht ose frymëzim nga një marrëdhënie që të bën të ndihesh e gjallë. Është gjithashtu një moment i mirë për të zbuluar detaje të reja në lidhje me një njeri të dashur ose një projekt krijues që e ke në duar.
Energjitë e ditës të ndihmojnë të shohësh qartë atë që më parë duke jetuar bull. Megjithatë, me diellin që ndodhet në sektorin tënd të privatësisë, mund të ndjesh nevojën për pak qetësi dhe largim nga shurma e jashtme. Disa orë për veten tënde mund të jenë magjike për të rivendosur ekuilibrin dhe për të pastruar mendjen nga stresi i ditëve të fundit. Në mbrëmje, mund të hasësh një pengesë të vogël apo një ndjenjë përgjegjësie që të rikthen me këmbë në tokë. Shigjetari, sot është një ditë që të fton të vëzhgosh më shumë, të reflektosh dhe të planifikosh me kujdes hapat e ardhshëm. Ti je nga ata njerëz që e ndjejnë thellë dëshirën për liri dhe eksplorim, por energjitë e sotme të shtyjnë të kthehesh pak brenda vetes, për të parë se ku po shkon dhe pse. Është momenti ideal për të ndërtuar strategjinë tënde, për të kuptuar emocionet e tua dhe për t'i dhënë një formë më të qëndrueshme ëndrave që ke. Në familje apo në ambientin e shtëpisë mund të lindin tema që të prekin emocionalisht. Nuk janë domosdoshmërisht të vështira, përkundrazi, mund të jenë biseda që hapin rrugën për mirëkuptim më të thellë dhe lidhje më të sinqerta. Dëgjo me kujdes dhe mos e nënvlerëso fuqinë e një fjale të thënë me dashuri. Gjatë ditës mund të lindin ide të bukura për përmirësimin e jetës familjare ose të ambientit ku jeton. Një ndryshim i vogël në shtëpi, një bisedë me një antar të familjes apo një moment reflektimi mund të ndihmojë të shohësh më qartë rrugën që ke përpara. Në aspektin shpirtëror, mund të ndjesh një shtysë të fortë për ndryshim. Ndoshta do të kuptosh se disa mënyra të vjetra të menduarit nuk të shërbejnë më. Kjo është një shenjë e mirë, është koha për t'u hapur ndaj mënyrave të reja të jetesës, për t'u çliruar nga zakonet që të mbajnë pas dhe për t'u përqendruar në atë që të sjellë paqe të brendshme. Në mbrëmje, mund të ndjesh një përplasje të vogël midis dëshirës për qetësi dhe nevojës për të vepruar. Bricjapi, sot, i dashur bricjap, energjitë të shtyjnë të jesh më i vëmendshëm ndaj njerëzve që të rrethojnë, sidomos ndaj atyre që kanë rëndësi për ty. Një informacion i dobishëm mund të vijë nga një mik ose njohje, ndaj mbaje veten të hapur, por gjithmonë sipas ritmit tënd. Sot është një ditë e favorshme për t'u përqendruar tek aktivitetet dhe njerëzit që të motivojnë të rritesh, të zhvillohesh dhe të përparosh. Motivimi yt për të dhënë më të mirën është i lartë dhe mund të ndjesh nevojën për të marrë kohë për t'u informuar ose për të thelluar detajet e projekteve apo ideve të tua. Megjithatë, gjatë ditës mund të shfaqen ndjenja pasigurie për performancën tënde ose realizime të papritura lidhur me përgjegjësitë që ke. Ka mundësi që disa detaje teknike të vonojnë një projekt apo plan për pak kohë. Ky është momenti ideal për t'i kushtuar vëmendje hulumtimit dhe përgatitjes për të vepruar me siguri. Një orientim emocional pozitiv do të ndihmojë të vësh re mundësi që të avancojnë interesat dhe qëllimet e tua. Në mbrëmje, mund të ndjesh nevojën të ndalosh pak, të reflektosh dhe të rishikosh hapat e ardhshëm. Balanca midis përpjekjes dhe pushimit është çelësi për të marrë vendime të mira dhe për të mos humbur qartësinë. Në thelb, kjo ditë të fton të qëndrosh i përqendruar, të ndërtosh strategjitë e duhura dhe të shfrytëzosh informacionet që të çojnë më pranë suksesit. Ujori, i dashur ujor, sot është një ditë kur ritmi i qetë dhe reflektimi janë më të dobishëm se sa nxitimi. Të jesh i qetë dhe të marrësh kohë për të menduar, imagjinuar dhe reflektuar mund të përmirësojë fokusin dhe produktivitetin tënd. Sot është më e lehtë të harmonizohesh me të tjerët dhe të ndërveprosh në mënyrë konstruktive. Ndërkohë që kërkon pak hapësirë personale, transitet e sotme tregojnë mundësi për lidhje të rëndësishme, sidomos me njerëz ose situata që mbështesin qëllimet e tua afatgjata. Kjo ditë të fton të jesh i vëmendshëm ndaj informacionit që mund të ndikojë pozitivisht në financat ose interesat e biznesit tënd. Megjithatë, mund të ndihesh tërhequr midis dëshirës për siguri dhe nevojës për të marrë rreziqe të vogla, dhe kjo mund të fshehë ose të mbulojë përkohësisht nevojat dhe dëshirat e tua të vërteta. Sot është e rëndësishme të dallosh mes asaj që duket tërheqëse dhe asaj që vërtet dëshiron, për të marrë vendime të balancuara dhe të qeta. Peshqit, i dashur peshk, sot energjitë e ditës të shtyjnë drejt rritjes, përmirësimit dhe zhvillimit personal.
Do të ndihesh tërhequr natyrshëm nga aktivitetet që të sfidojnë butësisht, duke të nxitur të shprehësh kreativitetin dhe aftësitë tua. Komunikimi yt është i ngrohtë dhe pozitiv dhe të tjerët e vlerësojnë mënyrën tënde të matur për të menaxhuar situata të ndryshme. Sot je veçanërisht mbrojtës ndaj njerëzve që të interesojnë, duke treguar dashurinë dhe kujdesin përmes këshillave ose udhëzimeve. Ka mundësi të marrësh lajme ose informacion për kurse dhe mundësi që mund të jenë të dobishme për ty, ndërsa aftësitë e tua për hulumtim dhe vëzhgim janë më të mbrejta se zakonisht. Gjatë ditës mund të ndihesh pak i pasigurt për mënyrën më të mirë për të vepruar në disa çështje, duke u përballur me indecisión. Megjithatë, edhe ndryshimet e vogla ose rregullimet e nevojshme llogariten si hapa të rëndësishëm drejt zgjidhjes. Nuk është gjithmonë e nevojshme që çdo problem të zgjidhet menjëherë. Shpesh, çelësi është të ndërmarrësh veprime të vogla që të çojnë përpara dhe të mbajnë ekuilibrin. Kjo ditë është një mundësi për të kombinuar intuitën me veprimin praktik, duke përmirësuar aftësitë personale dhe duke ndërtuar baza të qëndrueshme për të ardhmen.